Zyrtarët izraelit janë zemëruar lidhur me rrjedhjen e bisedës në aplikacionin Sinjal, që përfshin zyrtar të lartë administratës Trump. Sipas izraelitëve, biseda përfshin të informacione të ndjeshme që Izraeli jep te SBA-s nga një burim inteligjence njerëzore në Yemen, raporton CBS News, ndërsa mesazhet e bisedës Sinjal të publikuara nga Jeffrey Goldberg i The Atlantic këtë javë mund të mos kenë kompromentuar efektivitetin e sulmit ajror, duke patur parasysh përmbajtjen e botimit në publikimin e informacionit. Ai rrezikoi një burim njerëzor që u dha informacionin izraelitëve, të cilët më pas ia dhanë SBA-ve për shënjestrim, tha një zyrtar i lartë amerikan i inteligjencës izraelite. Ata folën në kushte anonimati për diskutuar çështje të ndjeshme të sigurisë kombëtare. Wall Street Journal të njëjtën raportoi për herë të parë për izraelitët që u ankuan tek zyrtarët amerikan për Mike Waltz, këshilltarin e sigurisë kombëtare të presidentit Trump, i cili i krijoi bisedën në grup dhe me sa duket shtoi Goldberg gabimisht. Grupi kaloi disa ditë në fillim të këtij muaji duke shkëmbyer mesazhe në lidhje me planet e mundshme për të goditur militantët Houthi, të mbështetur nga Irani në Yemen, të cilët kanë lëshuar në mënyrë të përsëritur raketa në Izrael dhe kanë synuar anijet në detin e Kuq. CBS News kontaktoi Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe ambasadën izraelite në SBA për koment të premten, por nuk ka marrë një përgjigje. Më 15 mars, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth i dërgoi mesazhe në grup të përbërë nga ai që njihet si Komiteti Kryesor, niveli më i lartë i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, i cili përfshin anëtar të kabinetit dhe zyrtar të tjerë të lartë amerikan. Sipas raportit të Goldberg, në një nga mesazhet e Hegseth shkruaj: First Strike F-18 bazuar në Trigger, terroristi i synuar është, vendodhja e tij e njohur, kështu që duhet jetë në kohë. Gjithashtu nisja e dronëve. Zyrtari i lartë i inteligjencës amerikane i tha CBS News se në këtë kontekst, trigger-based i referohet një operacioni që varet nga një kusht ose ngjarje specifike, në thelb një vendim për të nisur një sulm ajror, bazuar në konfirmimin e pranisë së objektivit. Atë ditë Marina FA-18F Super Hornets u nis nga aeroplanmbajtësia Harry Truman e vendosur në detin e Kuq, ndërsa dronët MQ-9 Reaper fluturuan nga bazat në lindjen e mesme. Komanda qendrore e SBA-s tha në një deklaratë se ata kishin filluar një operacion i cili konsistonte në sulme precize kundër objektivave Houthi, të mbështetur nga Irani në të gjithë Yemenin, në mënyrë që të rivendoset liria e lundrimit, pasi filluan sulmet ajrore të SBA-s ndaj Houthit, të mbështetur nga Irani. Waltz u drejtua zëvendës presidentit J.D. Vance në grupin e bisedës për të thënë se ndërtesa ishte shembur dhe se forcat ushtarake amerikane kishin identifikim të shumëfisht pozitiv, duke treguar identifikimin pozitiv të antarit Houthi ose antarëve që ata synonin të vrisnin. Waltz shtoi: objektivi i parë, djaloshi i tyre. Ne patëm ID pozitive të tij duke hyrë në ndërtesën e të dashurës së tij, dhe tani ajo është shembur. Ndërsa një breshëri kritikash u përhapën këtë javë dhe atyre që janë përfshirë në bisedën e Sinjal, zyrtarët e lartë të administratës Trump kanë thënë vazhdimisht se informacioni nuk ishte i klasifikuar dhe se asnjë burim apo metodë nuk ishte kompromentuar. Nuk ka vendodhje, nuk ka burime dhe metoda, nuk ka plane lufte, shkroi Waltz në X të mërkurën duke shtuar: partnerët e huaj tashmë ishin njoftuar se sulmet ishin të pashmangshme. Por burimet që folën për CBS News thonë se inteligjenca izraelite është e zemëruar se informacioni që ata i dhanë SBA-s u zbulua. Është e paqartë se cilat do të jenë pasojat nëse ka midis SBA-s dhe Izraelit mbi situatën. Të njëjtën u mësua se presidenti Trump ka shprehur privatisht irritimin e tij për rrjedhjen e bisedës në Sinjal dhe po monitoron nga afër lajmet për të parë nëse pasojat do të minimizohen. Të martën drejtori i inteligjencës kombëtare Tulsi Gabbard dhe drejtori i CIA-s John Ratcliffe, që të dy ishin në bisedën e grupit Sinjal, dëshmuan përpara një seance dëgjimori të Komitetit të Inteligjencës së Senatit, nuk kishte asnjë material të klasifikuar që u nda në atë bisedë në Sinjal, u tha Gabbard ligjvënësve të nesërmen duke dëshmuar para një paneli të dhomës së përfaqësuesve. Gabbard pranoi se biseda ishte e ndjeshme, por përsëri mohoi që informacioni i klasifikuar të ishte shpërndar në bisedë. Nuk kishte burime, metoda, vendodhje apo plane lufte që u ndan, tha ajo. Shumë zyrtar të inteligjencës amerikane dhe antar të ushtrisë amerikane, të cilët kanë folur për CBS News këtë javë, pretenduan se ky lloj informacioni është gjithmonë i klasifikuar, por edhe nëse informacioni ishte disi i paklasifikuar, do të ishte përsëri një shkelje e sigurisë kibernetike dhe protokolleve të sigurisë operacionale. Të martën u publikuan dokumente të brendshme të paklasifikuara nga një buletin i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë që paralajmëronte dobësitë në përdorimin e aplikacionit Sinjal, edhe pse ai është i koduar. Buletini i NSA u shpërndai gjerësisht punonjësve të NSA-s një muaj përpara se Waltz të krijonte grupin në Sinjal. Buletini gjithashtu nënvizoi për punonjësit e NSA se aplikacionet e mesazheve të palëve të treta si Sinjal dhe WhatsApp lejohen për disa ushtrime të llogaridhënies, kthimit të paklasifikuar, por jo për të komunikuar informacione më të ndjeshme. Punonjësit e NSA-s u paralajmëruan gjithashtu që të mos dërgojnë asgjë komprometuese mbi asnjë mjet
apo aplikacion të bazuar në media sociale ose internet dhe të mos krijojnë lidhje me njerëz që nuk i njohin.